dashur, siç e dini, ne pra do ju transmetojmë edhe jetën e natës. Tashmë nuk jemi në Zagreb, jemi shumë afër Zagrebit, jemi vetëm 20 minuta larg, pra jemi në Dugo Selo. Mirë ke thonë? Mirë e thash. Jemi këtu me Manuelin, apo siç edhe ju mundeni me njoft si Mani D. Më herët kemi biseduar me Manuelin shumë për muzikën, po tash shkojmë të bisedojmë për diçka tjetër. Do bisedojmë për restorantin, pubin dhe kafen e Kafen, bar, gjithë natë komplet. I ka të përfshime gjitha. Nuk po e them vetëm një. San Martin, tu në Dugo Selo. Manuel, faleminderit shumë që na ke pritur këtu. Mirë se keni ardhur. Është kënaqësi vërtet e madhe, dhe është kënaqësi edhe më e madhe të flasim edhe për diçka tjetër jashtë muzikës. Absolutisht, jeta ndryshe komplet. Apo na tregon pak për këtë vend, për San Martin. San Martin i ka hap dyrt para 21 vjet, 2004-ën, e kena qenë, përpara e kena pas qëtë vend argjentarin, që ai argjenteria është biznesi krisor familjar, po babi gjithë ka pas qef, ka pas shef, ka pas mu kanë pjesë e gastronomisë, edhe që shtot e ka Andra u ka realizu edhe e ka gjithë token, e ka bjetë token edhe e ka qenë këtë lokal, që ku punoj mune, vlavi, babi, gjithë. Pra me thonë edhe një biznes familjar, apo jo? Absolutisht, po. E takuam edhe babain, ishte shumë mikpritz, gjithashtu edhe ju jeni mikpritz këtu në San Martin, pa na tregon pak se çka saktësisht shërbeni ju në San Martin? Është kur e kena nis u kanë veç bar. Po. Bar, kafe, se këto jeta tradita e kafes, tradita e njerëzve është njësoj, po do me thonë si në Kosovë, njerëz shkojnë kafe, takojnë kafe, që e jetojnë, e shfryzojnë ditën. Po, ma vonë konkurenca la ka shti mi qitë cene tjera, mi bo do projekte të reja, që është të kena njësë me hajnë. Kina pizza ma e mira qëtet. Edhe pak, na vin prej qytete të tjera, nga Zagrebi, vikin dhe këto që vinë vish për pizza. Me shiu pizza. Po e kena edhe burgerat, tortillat, këto sene që ma shumë pak si finger food që mundet më shku bashkë me pije. Po. Kemi pa që ka edhe organizime ndryshme këtu, përveç atyre ahengjëve, mu imi qujt edhe si naja, që qujmë na në Prishtinë, që përstoj që është edhe energjia e njëtësja, edhe ke shiju jetën e natës Prishtinë, absolutisht, po. Edhe atje janë lokalet njësoj si na, jemi këtu që këtu nuk janë shumë lokalet si na që kina ofertën edhe haje, bashkë me jetën e natës edhe me pije, me kafe. Pak është, jena inspirizimin e kina marrë prej Prishtines, se ku mundesh edhe me pi kafe, edhe me hangër, edhe ma vonë me vazhdu me party. Me DJ. Me DJ, që ma vonë, i ka me anis. Po, edhe pizza do i shioj, po, absolutisht. Edhe unë kam dëgju prej Prishtinës që janë shumë të qeshme. E ka mundësi edhe shikuesit e pasion e profesion me i pa pizzat, kështu që edhe kushdo që vjen nga pasion e profesion në Zagreb, e ka shumë afër me 20 minuta me vizitu një vend me pronar shqiptar, për gjithashtu edhe me ushqim fantastik, me ushqim shumë të qeshëm. Absolutisht. Manuel, po për gjithë shikuesit e pasion e profesion, apo na tregon më shumë se unë kam dëgju se ju bëni edhe neja të netëve shqiptare, kështu. Po, me muzikën shqiptare. Po, me muzikë shqiptare. Po, që shu bo muzika shqiptare famshme na për botë, na për Evropë, që shu kina këngëtarë të famshme, me origjinë shqiptare. Gjithashtu edhe muzika shqiptare ka ardhur në nivel ku i negojnë muzikën edhe këtu në Kroaci, kështu që na kanë lyp njerëz edhe disa shqiptarë, kanë vinë këtu se dinë që jena shqiptarë, edhe kështu që e kina në projektin që thirret Shota Night, edhe në qatë mund, edhe toni shojmë kongat shqiptare. Niset me kongat moderne shqiptare. A organizohet çdo muj? Jo çdo muj, deri tash i kena pas 3, po tash ja vazhdojmë. Kena pas një pauzë, se verës s'ka qatë shumë party mrenda, janë ma shumë si lounge jashtë janë. Me atë jashtë edhe tash që shu bo koha dimi ka ardhe dhe tash krejt përdojmë mrena, kështu që tash
është plan me po e them. Edhe na Manuel, apo na tregon pak edhe ndoshta për vështirësitë që i ke pas me hyrë në biznesin familjar, si tregova edhe më herët, babi ka qenë ai që ka pas ëndër kështu me qenë pjesë e gastronomisë, po ju ndoshta si fëmijët e tij, a ka qenë vështirë për ju U apo? ka në shtirë, se na jena mergjimtar, na kreqa dim, duhet me punu 10 herë ma heu shumë se dikush është i venit. Kështu që na jena mësu prej kur jena konë vegjël me punu. Mes muzikës edhe gastronomisë, cilën e kisha zgjedhë më përpara? Ba, A pyetje shumë e vështirë. po, se muzika nashta nuk t'ja jep me njëherë qatë ndjenjen që ti mundesh me egzistu me muzikë. Nashta se është shumë shtirë me marrë deri në një pikë ku ti mundesh me thonë kjo është puna jeme edhe me gastronomi, nëse punon shumë ti mundesh me zhvillu veten, me zhvillu punën edhe diqysh. Është nëse folj për jetë, për banes, pjera, edhe jetën normale, me gastronomi mundesh me pak që të Manuel, faleminderit shumë. Faleminderit që Ka keni vërtet ardhur. kënaqësi e madhe Absolutisht. edhe më vjen mirë me i pas sukseset tuaja. Faleminderit shumë.